like-et, marrin followersat, marrin urimet, marrin përgëzimet, marrin inkurajimet. Dhe për ta çdo incident është një revolucion. Sa vjet kemi që i dëgjojmë paraemëruesit e stuhive të ardhshme për fundin e kësaj force politike në qeveri. Dhe çdo protest është një rast për përmbysje, jo për temën. Një protest për temën është gjëra më legjitime dhe në momentin kur ti je gati t'i ofrosh bashkëpunim për të trajtuar temën dhe je gati të ofrosh diskutim për të kuptuar se si mund të adresohet tema më mirë, askush nuk paraqitet, sepse të jesh pjesë e tsunamit është shumë më rëndësishme se të jesh pjesë e zgjidhjes për temën. Dhe çdo ditë është dita e një gjykimi të madh dhe humbja esencit realitetit bën parapritur që nga të katër anët të dalin të gjitha llojet e krijesave që deri në moment kanë qenë nëpër cepat e tyre. Dhe të kërkojnë diçka, secili kërkon diçka. Diçka për cilën mund të ketë të drejtë, diçka për cilën mund mos ketë të drejtë, por të cilën e kërkon pikërisht përmes asaj vale çmendurie, duke ushqyer algoritmin dhe duke ushqyer faktikisht të kundërtën e asaj për cilën pretendon se është atje. Dhe për t'i dhënë të gjithë kësaj një kuptim adetar, një pathos revolucionar, një parafiturim epik, aty në sheshin televiziv të algoritmit fillon refreni Edi Rama ka marru. Mi po puna është që ikën mbrëmja dhe vjen mëngjesi. Aty s'ka njeri, sepse sheshi i xhirimeve hapet në mbrëmje. Ndërkohë që unë jam këtu, ne jemi këtu. E nesërmja vjen, pastaj vjen një mbrëmje tjetër, dhe një nesërmje tjetër, vitet ikin, profecia vazhdon. Sepse edhe po s'u bëhet vërtet, bëhet virale, dhe ja ku jemi sot. Për dekada me radhë kemi luftuar për lirinë e shprehjes, me drejt. Pa të s'ka demokraci, pa të s'ka opozit, pa të nuk ka qytetar të lirë, po ka vetëm një ferr social. Po ndërkohë pothuajse pa e kuptuar kemi hyrë në një ferr tjetër social. Në një epokë ku problemi nuk është bë mungesa e lirisë shprehjes. Problemi është pakufishmëria e lirisë së shpërndarjes. Jo të zvërtetës, të gënjeshtrës. Sepse sot s'ka më nevojë të censurosh faktet, mjafton t'i mbysësh. Nuk ka nevojë t'i ndalosh, mjafton t'i fundosësh në një oqean trillimesh. Dhe me të drejtën që t'jep zemrimin ndaj një roje sigurie, që të heq zvarr një protestues, të krijosh një ciklon për të kërkuar vdekjen e të gjithë tradhtarëve. Në fundit çfarë rëndësie ka nëse një fakt është i lirë të flas, kur është i rrethuar nga 1 milion gënjeshtra. Kush dëgjohet më shumë? Nëse ti aty i lirë të thuash të vërtetën dhe ndërkohë një kor vërtet një gënjeshtër në çdo fjalë që ti thua. Dhe kjo është një situatë e re e kohës tonë ku fakti dhe gënjeshtra janë thjesht dhe vetëm dy njësi. Të mënyrës se si funksionon algoritmi, që nuk pyet kush ka drejt, po pyet vetëm kush e merr peng më gjatë vëmendjen. Dhe ati i jep shtys. Tjetrit i ul shpërndarjen. Dhe kjo është arsyeja pse sot sfida e demokracisë nuk është vetëm mbrojtja e lirinë e fjalës. Është mbrojtja e lirinë e fakteve. Ta mbrojë lirinë e fakteve duke insistuar që faktet të dëgjohen. Sepse nëse fakti humbet aftësinë të depërtojë në një hapësirë publike, e vërteta nuk është më e lirë. Dhe liria e shprehjes është vetëm teori. Është si ti japësh dikujt drejtën të flasë,
në mes një stadiumi, ku 100.000 altoparlant transmetojnë vetëm zhurmë. A ish i lirë, po e vërteta e ti nuk dëgjohet. Dhe më keq akoma, çfarë kemi parë këto ditë, lidhur me ata që nuk kanë ndarë të njëjtin vendim me sheshjen e xhirimeve, është e frikshme. Dhunim i vazhdueshëm online, kërcënime. Unë i kam të panumërta ankesat e njerëzve që mbasi kanë mbyllur profilet e tyre, i kanë marrë kërcënimet në telefonat e tyre. Dhe, natyrisht, ja kanë përcjellë policisë. Po edhe policia çfarë do bëj? Me mesazhe që vijnë nga lloj-lloj drejtimesh të paditura. Sfida më e madhe e kohës që jetuam ishte liria e shprehjes, sfida më e madhe e kësaj kohe është liria e fakteve. Sepse demokracitë nuk rrezikohen vetëm nga ata që ndalojnë të vërtetën të flasë. Rrezikohen nga ata që e mbysin në një lumë të pafund gënjeshtësh. Shikoni Fatos Lubonjën. E kam sjell në këtë mes si emër edhe një herë tjetër, pas shumë vitesh që Fatos Lubonja me të njëjtën pafytyrësi të atyre që mbronin gënjeshtrën, që atë e mbajtin burg, dhe i kërkonin llogari për gjëra që si kishte bërë, duke i prezantuar dëshmitar të rrem dhe duke i ngritur akuza alucinante, kërkon llogari nga unë për Arubën. Fatos Lubonja. Aruba. Edi Rama thot, do t'japë llogari për Arubën. Unë di që në të gjithë historinë e njerëzimit që kur janë vendosur rregullat e qytetërimit romak, llogaria jepet mbi bazën e fakteve. Dhe kur nuk i takon atij që akuzohet që të provojë që ai nuk është ai për cilën akuzohet. Çfarë vlerë ka që unë them nuk kam qenë kur në Aruba, nuk e di fare për çfarë bëhet fjalë se ka ndodhur në Aruba, nuk kam dërguar kur njeri të shkojë në Aruba, s'ka si vlerë. Fare. Sepse ndërkohë, Aruba është bërë vërtet. Është nxjerrë në këtë fushën e algoritmit, është ricikluar në pafundësi dhe është bërë vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një konsumator kokaine, kjo është bërë vërtet. Do fjala drogagji, ikmor drogagji, o drogagji, është një refren që mua më ndjek si një vërtet. Siç është e vërtet që unë kam akuzuar Timat për marrëdhënie me time shoqe dhe për atësinë e djalit tim, është e vërtet. Është bërë e vërtet. Çdo që të them unë, nuk kanë pasur asnjë rëndësi të gjitha letrat që kanë dalë. Më parë se si është bërë gjyqi e tjerë, nuk kanë frymëzim. Algoritmi këtë gjë e ka bërë përfundimisht vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një kusar që marr pjesën time nga çdo gjë që ndodh në Republikën e Shqipërisë, është bërë vërtet. Çfarë rëndësie ka se çfarë them unë? Natyrisht që për këtë arsye unë nuk e them këtë gjë rregullisht, se s'ka si vlerë. Janë bërë të gjitha të vërteta. Sepse nuk jemi më në një marrëdhënie sociale, politike, demokratike. Jemi në një laborator. Në një laborator ku në kohë reale
algoritmi, viraliteti, simbolika dhe gënjeshtra prodhojnë një realitet paralel që shumë më shpejt se sa faktet gjejnë rrugën e tyre, është bërë e vërteta. Dhe faktet janë vetëm përpjekje të dëshpëruara për të mohuar të vërtetën. Atëherë çfarë mbetet për të bërë këtu? Ajo që mbetet për të bërë, të dashur, është që ne të refuzojmë të ndjekim çdo dallgë. Është që ne të qeverisim Shqipërinë sipas kontratës që kemi me popullin shqiptar dhe jo sipas algoritmit. Të bëjmë ato që është shumë e vështirë në fakt, po që është e vetmja gjë që ne mund të bëjmë. Të vazhdojmë përpara. Të vazhdojmë të dëgjojmë, patjetër të dëgjojmë. Askush nuk mund të thot, unë jo, që nuk ka shumë të vërteta në ato që thuen. Lidhur me çfarë nuk shkon, lidhur me çfarë duhet bërë më mirë, lidhur me si njerëzit duhet shërbehen më mirë, etj. Por, zgjedhja jonë është e detyruar. Nuk është një zgjedhje që është njëra nga disa zgjedhje. Zgjedhja jonë është të bëjmë çmos që njerëzve t'ju japim lajmin e mirë. Cili është lajmi i mirë? Jo propaganda. Lajmin e mirë. Kemi një problem me shërbimet, kemi patjetër një problem me shërbimet, por ama sot janë mbi 3 milion shqiptarë brenda jashtëvendit që 95% shërbimeve i marrin nga celulari, pa takuar asnjëri dhe pa pasur nevojë të fusin mik asnjëri. 95%. Kemi te ky 5% një problem real, serioz, dramatik, po doni në momentet caktuara për njerëz që kanë nevojë për legalizimin, për njerëz që kanë nevojë për një autorizim etj, patjetër. Por ama, nëse ne e marrim të mishën që njerëzit të cilët janë në bombardimin e përditshëm të algoritmit, i dinë ato që janë bërë, atëherë ne marrim të mishën që njerëzit kujtojnë se ne dim çfarë bëjmë. Që nuk është e vërtetë. Të vazhdojmë të korrigjojmë gabimet tona pa diskutim. Është gjëja që jemi përpjekur të bëjmë gjithmonë, është gjëja që do përpiqemi të bëjmë, të vazhdojmë të mësojmë shumë nga njëri tjetri, patjetër. Të mësojmë me njëri tjetrin ne, të tjerët, aty ku mundemi, dhe të mësojmë nga tjerët gjithmonë. Por ne kemi një detyrë që nuk e ka askush tjetër. Gjithë të tjerët nuk e kanë këtë detyrë. Ne kemi detyrën të ndërtojmë. Shteti nuk ndërtohet duke bërë luftë nëpër kanalet e algoritmave në emër të përmirësimit. Shteti ndërtohet në radhë parë duke mos e humbur drejtimin e historisë. Dhe kam pasur shumë mesazhe, nuk e di se për çfarë arsye, si qysh tek mund ta kem lënë përshtypjen sikur më ka shkuar ndërmend që unë t'jap dorëheqje. Kam pas shumë mesazhe. Dhe gjithmonë më shumë, sepse gjithmonë më shumë njerëz ftillohen. Gjithmonë më shumë njerëz shohin që e gjitha kjo është diçka që nuk rri as në qiell as në tokë. Nuk mundet dot asnjë shqiptar i arsyeshëm edhe sikur kur mos na ketë votuar, kur mos na votoi që të pranoj që Tirana të bëhet një territor sfilate për një turm që shkon të bllokojë aeroportin. Nuk e pranon dot askush më këtë.
është e pamundur. Dhe natyrisht tërheqja pak nga pak e atyre që shkuan atje për të dalë në skenë dhe mbetja e një grupi ku ka një përzierje të hatashme. Dhe është një përzierje, si që thonë këta patriotë digital, mbarkombëtare. Vin njerëz nga Kosova, vin njerëz nga Maqedonia, vin njerëz nga territore të tjera për të shpëtuar Shqipërinë në emër të shqiptarëve. Ulërin të mblidhet këtu kombi. Ndërkohë që njerëzit që funksionojnë me arsye, edhe ata të bankave, të mirë paguarit, më të paguarit, me meritën e tyre, e kuptojnë shumë mirë që këtu ka diçka që nuk shkon fare. Dhe si kam dhënë përgjigje kujt, sepse më zhdukur por kur ka momente të tilla, kam shumë kënaqësi të kujtoj një hollësi tek Homeri. Kur Odiseu afrohet pranë sirenave dhe refuzon që të mos i dëgjoj. Përkundrazi, ai insiston që t'i dëgjoj. Sepse vetëm ai që i dëgjon kupton se sa i madh është tundimi në një mënyrë ose në tjetër. Por ai bën dhe gjë tjetër. Lidhet shumë fort mbas diregu të anijes, jo se s'ka besim tek vetja, por sepse ai nuk e negocion destinacionin. Dhe atë që vetja në një dekik të vetme mund t'ja bëj duke e hedhur në ujë pas sirenave, ai e ndalon me litarët që lidh veten tek diregu. Sepse ai e di që çdo gjë mund ndodh, por qëllimi është çka e ka çuar deri aty dhe çka e çon deri në fund. Dhe u mendoj që kjo e Odiseut është metafora më e zakonshme e leadershipit dhe e qeverisjes. Një qeveri nuk ka drejt mbyll veshët. Përkundrazi, një qeveri duhet dëgjoj. Një qeveri duhet ta dëgjoj dhe patjetër një grup parlamentar, flas për një grup qeverisës, duhet ta dëgjoj edhe gjithçka që thuhet në atë sheshin e xhirimeve për algoritmin. Dhe nga diskutimet e para është shumë e qartë që janë dëgjuar. Duhet të dëgjoj kritikën, edhe zemërimin. Nuk është e mundur që një qeveri ta skualifikoj duke ja hedhur të gjithë fajin algoritmit. Nuk është ky rasti. Por ka një gjë që një qeveri nuk mund ta bëj kurrë nëse është aty me një destinacion. Një qeveri nuk e dorëzon kurrë timonin tek zhurma. Një grup udhëheqës nuk i jepet zhurmës. Dhe sa më shumë zhurma zmadhohet, aq më shumë një grup udhëheqës forcon identitetin e vet duke bashkuar të gjithë në emër të destinacionit. Nuk ndërtohet një shtet si ai që ne po ndërtojmë dhe nuk çohet deri në fund një mision historik si ky që na ra ne ta mbartim për ta bërë Shqipërinë vend antar të Bashkimit Evropian. Duke i dhënë Shqipërisë momentin e dytë më të madh historik mbas lidhjes Prizrenit,
Nëse qeveria e tij, grupit i udhëheqës, merr drejtim nga frynera dhe sugjestionohet nga zhurmat, sugjestionohet nga errat, sugjestionohet nga sirenat, sugjestionohet nga dallgët, me çdo çmim. Një grup udhëheqës që ka emision shkon deri në fund, kundër të gjitha llojeve të parashikimeve dhe jo më pastaj kur parashikimet i ka me vete si në rastin tonë. Unë jam shumë aktiv në rrjetet sociale. E kam ndarë me ju disa herë, ndaj dhe me ata që janë më aktiv këtu, që nëse një nga gjërat që unë pres me shumë dëshirë të më vijë kur unë të mos jem më në këtë detyrë është që të mos kem më nevojë